Trinizej që mona ta... Ua, mona që ngillën e për lokale, mona! Qa të bëjmë? Na bërë zili, mona, na bërë zili! O, Monika, o Meridian, po qa Na bëni, bërë zili kjo më burë, kjo ngillën e për Po, lokale kjo. Unë uftova. Po, kur naftove ti s'na se? Jo as njërit. Jeni gati për të shtunën, për të mërtën. Ja, po nafton që tani për të martën. Ashtu po. Për kur të doni? O jo noja, dashni. Ore, vim që sot në do nisemi, erdhëm. Më e fiks mos e thuj atë se u bo nami. E është një vend i mrekullueshëm, është qetë, s'ka njerëz. Unë qa veni, mona? Tu e pra emrin. Fole, mona, fole. No, Meridian, ma bëj pak pim këtë më faqen, se bura atë. Bravo, ja, ja, ku e kemi. Dëgjoni tani, qa do ndodhi sot në këtë Tashi do kemi spektakel me hyrje të reher, një. Do futen sot hyrje të reja? Po, do ketë një hyrje të re, besoj që do jetë një hyrje re, një. Ajo që më ngon pak është fakti që mund të diskutohet ajo çfarë ka thënë Elton Tozaj për Mirin dhe Lornen, që kanë pas një one night stand bashkë. Ma sa kuptova dhe ke klipi, do diskutohet se si se qysh se tek, por që... Por ajo u tëroq ajo. Kur do? Ajo u tëroq, ka pas një lloj ftofje me Mirin. Po ftofje, nuk e... Ka nedhur batuta, në fakt, se s'ka shkëmbyer sa batuta. I kanë smu. Batutat nuk ishin batutat të thjeshta ato. Pra, po do më thënë, ka qenë Lorna dhe Selin, kanë qenë si konkurrencë me njëra tjetrën. Nuk patun kështu më është dukur, apo? Po, kështu ishte edhe te klipi, po nuk besoj si konkurrencë, sepse Lorna ka nisë komplet indiferente tek ajo pjesë, duke qenë se është përmend shpesh ajo pjesa e kravatit, ndoshta Lorna e ka rujt veten, dhe mirë ka bërë. Po që sonte besoj fillojnë të hapin Peter e Lakrorit, tash për gjithë bikun. Debatet që do jenë gjatë gjithë kohës, tash temat që kanë bërë, ato diskutimet prap të Stines që ka pas çapaçup gjatë gjithë kohës për Mirin me banorët e tjerë. Pa ma Stina mirë? Më ka pëlqyer. Ka filluar të tregu një vjetër. Ka filluar të futet në lojë dhe ka filluar me një elegancë në lojë. Dëgjoj, ajo që më bëri përshtypje mua është seriozisht që më surprizoni Livernozi se sa e vëmendshëm është kjo loja. Kur po diskutoshin sot me Senon, që po thonin po sikur t'i japim Kristit pushtet, t'i japim vota për ta bërë preferuar lider, që kishin më shumë për të bërë debate me, të meshin me Kristin. A kupton, dhe ai tregon më që me vërtet është i fokusuar ke loja dhe ato bërtit me që e ka bon TikTok përfundimisht mu tash nuk ma mush një mene që i ka bo thjesht për pasat të ardhura më shumë. Sepse është goca... Jo për pasat të ardhura më shumë. E ka parë që ky popull, ky publik atë do, atë mënyrë qasje, dhe ai e ka bërë... Mua së më duket akoma shumë i reatuar Brenozin, duket prapë sikur është pak në sikleta, akoma s'është futur në atë gjendjen e vet normale, është prapë sikur është pak i sikletosur. O Drino, për një të mirë ka ai që është gjatë gjithë kohës i vëmendshëm ke loja, pra nuk e humb vëmendjen ke loja dhe fokusin, sido që t'jetë puna, fokusin e nuk e humb. A kupton, edhe me atë që ndodhi me këtë Stilianon. Kristin duket se u e ka humbur pak fokusin, domethënë është i pranishëm, e shoh që del në çdo debat. Ja, unë mendoj që Krisi është bërë pak faktor dhe të gjithë po e sulmojnë. Ja, dhe shmangin. Po e sulmojnë. Por Stina për shumë dhe ka shmangur. Stina pas që sikur s'po merret shumë me Kristin. Kristi duhet e kam thonë Odrin që Kristi i ka dhënë ushqim vetëm Vernozi me Senon, se po nuk i dhan ushqim këto të dy, domethënë material, unë mendoj që Kristi do shuhet shumë shpejt, se të tjerët ja kanë kuptuar lojën dhe nuk japin shumë vëmendje. Jo, i japin ata. Por vëmendje ngacmojnë të gjithë, po këta të dy janë kaq finok sa ju duhet Kristi. Ju duhet këtyre të dyve dhe e mbajnë në lojë. Sepse ata kanë perla, po të rishti shikosh për shembull ajo mënyra si tha eleganti këtu, por e vutëre Ilirin që u bë pak xheloz për Shkodranin që i tha unë të thash tha, shiko lojën, po jo të më hikësh fare. U bë xheloz. U gomar. Po vajzat mos i kanë qenë goca, duket sikur kanë qenë në qetësi, apo? Jo, do kesh Brikena nuk e ka parë shumë aktive, më duket. Brikenën e tronditi
ai djali, si e ka djali që nuk ka shikon. Sergio. Senaldo. E tronditi Senaldo Brikenën, pavarësisht sepse unë nuk isha për të qenë aq i egër me atë Shikon që nuk është aq i butë se sa e kanë thënë njerëzit. Jo, ai ka shpërthyer keq. Jo, ai ka shpërthyer. Dhe ajo që mua më vjen keq sepse ai është djali artikuluar, është djali i zgjuar. Ajo që unë po shifoj është që ky me të vërtet kërkon të luaj pa ndihmën e dikujt sepse ne kemi qenë dhe përsëri se ti Meridian e di, ne e donim një aleancë. Se s'ke ku të shkosh pa një aleancë. Shiko, dhe në jetën normale, edhe kur je në jetën do aleancën. Ke nevojë për sa. Ndërsa ai më duket vende, unë kam shumë respekt, po më duket vende delirant. O Mona, dëgjoj, problemi është që ai nuk do të arrit kuptoj aleancën me mëshirën, ai mos ta marrë aleancën për mëshirë, sa ai mendon se nganjëherë mund t'i japin për mëshirë, po s'po jep një për mëshirë. Sa ai ka thonë që u s'du mëshirë aty, pavarësisht se unë do ta quaj nga fillimi deri në fund skufat e gazetarin, ai u mundu të fuste xizat e ta fuste Ilirin në një qorsokat. Tek pjesa e debatit që ishte të puna baklavas. Ai ishte shumë e ulët për një njerëz që është shumë i arsyeuar, E bëri goca nga Kosova atë. E bëri Brikena, po edhe ky tjetri që shkoi nga mrapa. Edhe ky tjetri që shkoi nga mrapa. Po, ajo vajzë është vajzë shumë e zgjuar, aty e pati gabim, sepse tha po e lëshoj këtë dhe po e bëj një armë ose po e bëj një debat që ta vazhdoj nesër pas nesër. Ai ja ndërpreu aty debatin, se atij nuk i intereson të prishet me Ilirin. Sepse ai thellë e ka kuptuar që Iliri është pavarësisht se ka të Iliri tani me kë ka mbetur në grup, se më duket sikur dhe Iliri, domethënë, nuk është se ka një grupim shumë të fortë. Me Shkodranin, Kristin ka ai. Por mua ata janë treshja. Aty bigu për mua një person mjafton që të kesh grup. Me një e mjaftueshme të bëhet loja. Sepse sa më shumë pastaj të kesh, aq më e vështirë është për ty se nuk di ku t'ja prishesh, ku t'ja ndreqesh, nuk di ku t'i dalësh krahë kur e ka gabim. Pra të kufizon shumë të loja, ndërsa me një person që është lidh Iliri me Senon, ato më bën një tjetër mendoj që janë dy shoqëtarë. Pa e komunikimi mirit me Selinin, si u duk për ato parashikimet që po bënen? Nuk e di kush e pa ata. Unë vazhdoj të them që Miri ka problem këtë big. Sa do që ta përkraj nga jashtë, Miri nuk po jep asgjë. Miri vazhdon akoma, jam unë, se do më shikojnë mu, se do më bënë dhe nuk po luan. Nuk është herët, se u bën më shumë se sa e keni gabim. Pikërisht tani nuk është herët. Po kush është mirë që të shti, kush është fort tani? Shikon, mua po të më thuash, unë akoma shof që të stafi që kanë nuk ka filluar akoma loja. Kjo me bëjmë kështu, shiko, ti kë ke të preferuar ti vetë? Unë kam disa, unë kam Ilirin, kam Shkodranin, kam Kristin, kam këtë djalin, këtë më falo zotë sa ta fiksoj emrin të verbrin, më pëlqen Senaldo, më pëlqen shumë Lore, më pëlqen shumë Lore, më pëlqen si tip, nuk e di si do ta zhvilloj. Meridiani ka Senon? Jo, Senon, Brenozin edhe më pëlqen, unë jam kontrapetar sepse më pëlqen shumë edhe loja e Kristit, nga simet e Kristit. Për mua unë e thash, ata të tre, këta të dy Kristin e duan, është si ajo mishi që kur e ha, do të me lëpi kockën. Këta janë e duan. Po Ndërsa për këtë Stilianën unë vazhdoj i qëndroj asaj që kam thënë deri që do i kufizoj shumë lojtarët për të bërë debate me ato brenda shtëpisë. Siç e pam atë ditë që asnjëri nuk ishte i zotë diktej. Po Senaldon që ore mirë dakord, po ti me këtë arrogancë ku shko, me këtë ton të bërtiturit. Ne menduam. Jo, ai ka dhe një problem, domethënë në thonjë za problem sa kur flet sikur e di të gjitha gjërat, domethënë reagon në një formë që shiko se jeta është kështu, duhet të veproni në këtë formë, kështu zgjidhen gjërat, edhe ka një sens nuk do thosh arrogancë, por pak mendje madhësie mbase. Nuk e di pse, po ai edhe një moment aty kur diskutonte ishte që kur të ta jap unë shansin të bësh ti loja opinën. Sa shpejt ndryshuan gjërat. Monika ishte gabimi atyre pastaj që e pileruan. E mbani mend kohën kur thoshim ne do futet ky në lojë apo s'do futet, tani jemi duke komentuar Senaldon. Vetëm pak ditë më vonë. Ama Drini mos harojmë një gjë që lojtarët
po rinë si pull kur ai ngre zërin. Po pra, është pjesa Kjo është e pahalshme. Vjen keq për Brikenën, nuk e di pse kam i kështu. Domethënë ajo është sikur e ka prekur ai, sikur se lët luaj, sikur sepse Brikena bëri gabimin e madh që e dha më tepër atë dobësinë, që nga një anë ajo është gocë shumë e dashur, shumë si thosh, e ka atë, unë mendoj që ajo e ka të vetën, por bëri shumë gabim duke ju afruar kaq shumë. Se për shembull, po ta shikoni tek loja e Gjyshit, për shembull, asnjëri nga këto kur vrapuan nuk i vajti ta ndihmonte, se këtu duhet të shikohet momenti. Po vajti vetëm Stina, dhe jo vetëm që vajti, po dhe e veshi. Pra, kjo vajza, në qoftë se ka këtë merak, duhet ta ketë tërkohën, ose të gjithë këta duhet ta kenë tërkohën. Jo në segmente të caktuara, po. Jo në segmente të caktuara. Ajo për mua domethënë nuk është e barabartë, se ti vet mendërisht, emocionalisht, shpirtërisht nuk e ke atë guximin ti kthehesh me një arrogancë mbrapsht. Dhe kjo është thjesht ti do apo s'do të je kufizuar. Ne tani nuk do luajmë. Ato këto duhet kuptojnë. Nuk do luajmë me dy fytyra, se tani do dalin një publik edhe do thotë kush je ti që del kundra atij, ai është i artikuluar, është i mençur. Por kjo nuk do të thotë që këto të stepen dhe të mos i thonë prit se ti këtu e ke gabim. Kush je ti? Domethënë, është mangësi e këtyre. Jo atij, është pikë për atë dhe mangësi e këtyre. Është minus për të gjithë. Sepse ai do të luaj në fund të ditës, ai do të luaj. Po kush fundet sot më? Po është ajo aja që të kam thënë o dërni. Mendoj unë. Mendoj unë që... Po fut ajo aja që rodit e gjithë shpia rëzik. Jo mu, po ju fut ajo aja, Mordrino, nuk e di se po kam një përshtypje. Se piqëm. Po fut ajo, unë mendoj unë. Do i duket vete aq ignorant aty brenda sa do kërkoj dalin nga dritari, jo nga dera. Pa më thuaj një emrin, a flitet tani për këtë Arjan Curin tash, për këtë flitet, për këtë anë flitet apo jo? Jo, nuk ma merr mendja kur që Arjan Curi të niset të shkojë aty. Arjan Çani. Po Arjan Çani si ka dalë emri fare? Po kështu flitet tash i dëgjoni. Arjan Çani, jo, Arjani ka qenë i vetmi që ka kundërshtuar Bigun. Po semra sa kanë kundërshtuar Bigun ndër viteve kanë qenë rresht parë për të hyrë. Kemi ne intervista që Bigu është antivler njerëzimit, antivler edukatim familjar, se s'po vim fjalë tani dhe i ke parë në rresht parë aty për ty brenda, harrove ti, Sot del njeri, sot, si është sot, si ka? Jo, sot është lideri më duket. Sot janë 5 përferuarit dhe nuk e di se çfarë mund të bëhet në kleç nga fundi. Po, për të nxjerrë dikë. Mund të bëhen më pak performit, mund të hapen një televotim në mund të bëjnë në zinxhir kështu shpëtimi. Ajo nuk ngel për të parë, pastaj edhe sepse sa po filloi producente Eva Marku. Hajde suksese pra. Më fal, të kaftuar Arditin në ditlindje? Ka. Ty, as mua jo. Po kur s'ka ftu Monikën, mu jo. Jo, unë jam, do iki çik më vonë. Edhe do të marr nga Andrej. Kur të vi Dasara. Ciao. Dasara është flying, hajde grupi, ju dua shumë. Ciao, shihemi pastaj. Merdian, ruaj pak videon, lutem. Yes. Ciao, Monika, ciao.